Pyetjet që u lanë pa bërë në interpelancë po i bëj tani janë: përse ishte e nevojshme që shtetasi i Dana Vishaj, pasi kishte aplikuar si aksioner i vetëm dhe kishte marrë miratimin paraprak, të transferonte aksionet tek një kompani offshore? Cilat funksione do të mbulojnë 5 kompanitë e tjera aksionare kur nuk kanë investuar asgjë dhe kanë zero eksperiencë bankare? A janë këto kompani mbulesë politike apo instrumente ndikimi në këtë procedurë? Sipas rregullores së vetë Bankës së Shqipërisë, ky ndryshim i thelbësishëm i strukturës aksionare detyronte pezullimin e menjëhershëm të procedurës deri në verifikimin e plot të aksionarit të ri dhe burimit kapitalit. E sigurisht kjo nuk është bërë, ndaj po kërkohet dhe transparencë dhe arsyeja pse nuk është bërë. Por procedura në vend të stoponte këtu, vazhdoi me ritme rekord. Kthejmë dhe një herë në vëmendje shtetasin Oliver Hemer dhe Gal Barak dhe rrjetin e tyre të mashtrimit të qytetarëve dhe taksapaguesve europian. Që nga themelimi i Jetbank, Dana Vishaj ka emëruar si antar të bordit drejtues shtetasin Oliver Hemer. Njëkohësisht në korrik të vitit 2025 themelohet offshore në Qipro edhe kompania Constador Ltd, ku Vishaj emëron po Oliver Hemerin si drejtues të kësaj kompanie. ING Bulgaria është kompani në pronësi të shtetasit izraelit Gal Barak. Shtetasi Gal Barak rezulton i dënuar me vendim gjyqësor përfundimtar në Austri me 4 vite burg për ngritjen e një skeme mashtrimi masiv nëpërmjet call centerave me cilën ka zhvatur mbi 200 milion euro nga qytetar austriak, gjerman, britanik dhe zvicerian. Shtetasi Oliver Hemer ka qenë pjesë aktive e kësaj skeme nëpërmjet kompanisë GRF Europe OU. Ky dokument që unë kam bërë publik para ditën e sotme, e kam bërë publik dhe para 2 seancash, po i njoftoj qytetarët shqiptar që është depozituar zyrtarisht pranë Bankës së Shqipërisë